Gimbo ndodhej në obor bashkë me Selinën, ndërsa atmosfera mes tyre dukej disi e çuditshme, por njëkohësisht edhe plot tension dhe lojra fjalësh. Teksa po bisedonin për gjëra të ndryshme, papritur Gimbo fillon ta provokojë Selinën me tone shakaje dhe një buzëqeshje ironike në fytyrë. Ai i afrohet pak më shumë dhe i thot me një zë provokues: "Hajde ta puth pak buzën e Mirit, si ke? Se më ka marrë malli, hajde këtu." Këto fjalë shkaktojnë menjëherë reagim tek Selina, e cila fillimisht mbetet pak e habitur nga mënyra e drejtpërdrejtë dhe provokuese e Gimbon. Selina qesh lehtë dhe përpiqet ta marrë situatën me sportivitet. Ajo e shikon në sy dhe i përgjigjet me një buzëqeshje, ndërsa duket qartë se nuk është as pak e mërzitur nga kjo situatë. Përkundrazi, si duket ajo ndihet mirë me vëmendjen që po merr dhe me mënyrën si Gimbo po përpiqet ta ngacmajë. Banorët e tjerë që ndodhen pranë fillojnë të vërejnë situatën dhe reagojnë menjëherë me të qeshura dhe komente. Disa prej tyre fillojnë të bëjnë shaka me Gimbon, duke i thënë se po e tepron me provokimet, ndërsa të tjerë i drejtohen Selinës duke e pyetur nëse do t'i përgjigjet sfidës së tij. Gimbo vazhdon me batutat e tij, duke u përpjekur ta bëjë situatën edhe më interesante. Ai flet me një ton lozonjar dhe vazhdimisht mundohet ta bëjë Selinën të reagojë, duke krijuar një atmosferë të mbushur me humor dhe tension të lehtë mes tyre. Ai duket sikur po e shijon shumë këtë moment dhe reagimet që po shkakton. Selina nga ana tjetër duket e relaksuar dhe e sigurt në vetvete. Ajo nuk tërhiqet nga provokimet, por përkundrazi i përgjigjet me buzëqeshje dhe komente ironike, duke treguar se është e gatshme të luajë këtë lojë fjalësh me Gimbon. Sjellja e saj tregon se ajo ndihet mirë dhe nuk e sheh situatën si diçka negative. Gjatë bisedës, tensioni mes tyre bëhet gjithnjë më interesant për banorët e tjerë, të cilët vazhdojnë të ndjekin me vëmendje çdo fjalë dhe reagim. Disa prej tyre fillojnë të komentojnë se mes Gimbon dhe Selinës ka një energji të veçantë dhe se provokimet mund të fshejnë ndjenja ose interesa më të thella. Gimbo vazhdon të afrohet her pas here, duke e ngacmuar Selinën me shaka dhe duke e vënë në siklet në mënyrë të lehtë. Ai duket se po përpiqet të testojë reagimet e saj dhe të shohë deri ku mund të shkojë kjo lojë mes tyre. Selina ndërkohë ruan qetësinë dhe vazhdon të buzëqesh, duke treguar se po e shijon momentin. Atmosfera mes tyre bëhet gjithnjë më e ngrohtë dhe plot energji. Banorët përreth vazhdojnë të reagojnë me të qeshura, ndërsa situata kthehet në një nga momentet më të komentuar të ditës. Të gjithë flasin për mënyrën si Gimbo e provokon Selinën dhe për reagimin e saj pozitiv ndaj kësaj situate. Në një moment, Selina shprehet se nuk e merr seriozisht provokimin dhe se për të është thjesht një lojë dhe një moment argëtues. Ajo thekson se ndihet mirë në atë situatë dhe se nuk e shqetëson as pak mënyra si Gimbo po sillet. Gimbo nga ana tjetër duket i kënaqur me reagimin e saj dhe vazhdon të bëjë komente të lehta dhe provokuese, duke mbajtur gjallë atmosferën mes tyre. Ai qesh dhe tregon se për të gjithçka është pjesë e humorit dhe e energjisë së shtëpisë. Ky moment krijon shumë diskutime edhe më vonë mes banorëve, të cilët vazhdojnë të analizojnë sjelljen e tyre dhe marrëdhënien që mund të krijohet mes Gimbon dhe Selinës. Disa mendojnë se kjo është thjesht një shaka, ndërsa të tjerë besojnë se mund të jetë fillimi i një afrimiteti të ri. Në fund, situata mes Gimbon dhe Selinës mbetet një moment plot humor, provokim dhe emocione të lehta, që e bën atmosferën më dinamike dhe interesante për të gjithë. Selina duket e qetë dhe e kënaqur, ndërsa Gimbo vazhdon të ruajë stilin e tij provokues, duke krijuar një energji që nuk kalon pa u vënë re nga askush.